Mirë, le t'i hyjmë drejtën e temë. Shpesh, kur mendojmë për projekte në kopsht, na vijnë ndërmend aktivitete, gjëra të bukura, por që mbarojnë shpejt. Po sikur t'ju them se një projekt mund të jetë shumë më tepër. Mund të jetë motori vërtet i ndryshimit. Sot do të shohim pikërisht këtë. Si të zgjedhim projekte që nuk harrohen, por që lënë një gjurmë të vërtet strategjike. Dhe kjo na sjell tek pyetja kryesore, apo jo? Si e bëjmë këtë kapërcim? Domethënë, si e shndërrojmë një projekt nga thjesht një pikë tjetër në listën tonë të pafundme të detyrave, në një forcë të vërtet që e shtyn të gjithë institucionin përpara. Ky është thelbi i gjithçkaje. Okej, për t'ju përgjigjur kësaj pyetjeje, kemi një plan të qartë. Do të shohim pak pse ne projekteve, pastaj do flasim për vizionin, busullën tonë. Më pas, zhytemi në analizën e nevojave reale, dëgjojmë zërin e stafit e të prindërve dhe në fund bashkojmë të gjitha pjesët për të bërë zgjedhjen e duhur. Le t'ja nisim. Mirë, pika e parë. Pse një projekt mund të sjellë ndryshim? Përpara se të flasim për ide kreative, duhet të kuptojmë diçka thelbësore. Roli i një projekti në menaxhimin e një kopshti nuk është diçka e rastësishme, ka një peshë të madhe. Dhe ja ku është çelësi. Një projekt nuk është thjesht një aktivitet izoluar, as pak. Mendoni kështu, plani i përmirësimit të kopshtit është si një hartë. E po projekti është makina që na çon nga pika A në pikën B në atë hartë. Ai i jep jetë asaj që kemi shtruar në letër, e kthen strategjinë në diçka që mund ta prekësh, ta shohësh. E gjithë kjo punë nuk bëhet në ajër, sigurisht. Ka një bazë ligjore shumë të fortë që e mbështet. Këtu kemi ligjin e arsimit, rregulloret, kornizat e vlerësimit. Të gjitha këto dokumente kanë një gjë të përbashkët. Ato kërkojnë përmirësim të vazhdueshëm të cilësisë. Pra, të bësh një projekt strategjik nuk është thjesht një ide e mirë, është praktikisht një detyrim ligjor dhe profesional. Dhe ky citat nga ligji e thot më së miri: drejtuesi është përgjegjës për përmirësimin e cilësisë. Pik. Kështu që zgjedhja e projektit të duhur nuk është thjesht një zgjedhje, është vetë thelbi punës menaxheriale. Okej, tani që e kemi kuptuar psen, le të flasim për pikën e nisjes. Përpara çdo plani, çdo veprimi, vjen vizioni. Ky është ylli polar, busulla që na mban gjithmonë në drejtimin e duhur. Ne ndonjëherë bëjmë të tingëllojë shumë kompleks, por në fakt vizioni është diçka shumë e thjeshtë. Imagjinoni pak, është fotografia e së ardhmes që duam të pikturojmë për kopshtin ton. Pra kur pyesim veten, ku duam të jemi pas 3 apo 5 vitesh, përgjigjja është vizioni. Dhe çdo projekt që ndërmarrim duhet të jetë një penalat që na afron më shumë me atë fotografi. Këtu shpesh bëhet një ngatresë e vogël mes vizionit dhe misionit. Le ta sqarojmë thjesht. Vizioni është pyetja ku? Ku duam të arrijmë? Është piktura e madhe, frymëzimi. Misioni nga ana tjetër është pyetja si. Si do të arrijmë atje? Është plani i veprimit i përditshëm. Një projekt i mirë duhet i shërbejë të byjave, pra duhet të jetë një hap konkret drejt asaj pikture të madhe. Dhe kjo është pyetja $1.000.000, apo jo? Si bëjmë që vizioni të mos mbetet thjesht një fjali e bukur në një dokument të harruar në sirtar? Përgjigjja është fare e thjeshtë në teori, por kërkon disiplinën praktik. Duhet ta përdorim si një sit, një filtr për çdo vendim. Kur vjen puna të zgjedhja një projekti, pyetja e parë duhet të jetë gjithmonë: a na afron ky projekt me vizionin ton? Mirë pra, kemi vizionin, destinacionin ton. Por për të nisur një udhtim duhet të dimë saktësisht se ku jemi tani. Këtu hyn në lojë analiza e nevojave reale. Pa këtë hap, çdo plan, sado i bukur të jetë, mbetet thjesht një dëshirë, një hamendësim. Dhe mënyra më e mirë për ta bërë këtë është ajo që quhet fotografimi i situatës. Mendojeni si një kontroll mjekësor i plot për kopshtin. Nuk bazohemi në përshtypje, por në të dhëna. Ky proces na ndihmon të kuptojmë qartë se cilat janë pikat tona të forta, ku kemi vërtet nevojë për ndihmë dhe cilat janë mundësitë për përmirësim. Kjo është pika jone e nisjes. E po, si funksionon ky proces? Ka 4 hapa logjik. E para, mbledhim të dhëna, sa më shumë aq më mirë. E dyta, i analizojmë këto të dhëna, çfarë po na tregojnë realisht. E treta, bazuar në këtë analizë, identifikojmë përparësitë, jo atë që na duket ne më e rëndësishme, por atë që të dhënat na thonë se është më urgjente. Dhe së fundi, i kthejmë këto përparësi në objektiva konkret të matshme. Dhe kur themi mbledhje të dhënësh, çfarë kemi parasysh? Kemi një kuti të tërë mjetesh në dispozicion. Mund të bëjmë vëzhgime direkte në grupe, të përdorim pyetësor për stafin dhe prindrit, të organizojmë grupe të vogla diskutimi, të gërmojmë në dokumentacionin ekzistues. Ideja është të mos mbështetemi vetëm tek një burim. Sa më shumë këndvështrime të kemi, aq më saktë do të jetë fotografia jon. Dhe duke folur për pyetësore e biseda me stafin e prindrit, kjo na çon natyrshëm te pika tjetër,
tejet e rëndësishme, njerëzit, sepse ndryshimi i vërtet nuk bëhet kurrë i vetëm. Kjo është një e vërtet universale në çdo organizat. Ndryshimi i qëndrueshëm nuk imponohet nga zyra e drejtorit. Ai ndërtohet bashk. Kur njerëzit ndihen pjesë e procesit, ata bëhen edhe pjesë e zgjidhjes. Një projekt që lind nga bashkëpunimi ka shumë më tepër gjasa të ketë sukses sesa një projekt që thjesht dekretohet. Pra, kë duhet të përfshim absolutisht të gjithë. Stafin mësimor, sigurisht, ata janë në vijën e parë çdo ditë. Prindërit, pa diskutim, zëri tyre është thelbësor. Bordin e kopshtit, komunitetin lokal, sa më i gjerë rreth i bashkëpunimit, aq më i fort bëhet projekti. Dhe ja ku e kemi, e thënë qartë. Të dëgjosh zërin e prindërve nuk është gjithmonë e lehtë. Ka sfida, ka vështirësi, e dim të gjithë. Por pikërisht këtu tregohet leadershipi i vërtet. Të gjesh mënyra për t'i kapërcyer këto vështirësi. Sepse investimi për dëgjuar prindrit shpërblehet shumë fish në suksesin dhe mbështetjen që do të ketë projekti. Dhe ja ku arritëm në momentin final, ku të gjitha fijet lidhen bashk. Kemi vizionin, kemi analizën e nevojave, kemi dëgjuar zërin e komunitetit, tani vjen pyetja, si i bashkojmë të gjitha këto për të zgjedhur temën perfekte? Përgjegjja qëndron pikërisht këtu, në piktakimin e 3 rrathëve. Tema ideale nuk është thjesht një ide e bukur. Ajo është ideja që qëndron saktësisht në kryqëzimin e vizionit ton afatgjatë, nevojave reale që kemi zbuluar dhe mbështetjes së njerëzve tanë. Ky është vendi magjik ku duam të jemi. Dhe një mjet fantastik për ta bërë këtë është një matricë e thjeshtë si kjo. Le të marrim disa ide projektesh dhe t'i kalojmë në këtë filtr. Ideja e parë, zhvillimi profesional i stafit. A lidhet me vizionin? Po. A zgjidhni nevojë reale? Po. A ka mbështetje? Po. Duket një kandidat i fortë. Ideja e dytë, forcimi i partneritetit me familjet. Përsëri, 3 po. E treta, përmirësimi i materialeve. Kjo lidhet me vizionin, ka mbështetje, por a është kjo nevoja më urgjente që kemi zbuluar? Ndoshta po, ndoshta jo. Kjo matricë na detyron të jemi objektiv dhe të mos bien pre e ideve që thjesht tingëllojnë bukur. Dhe këtu kemi disa shembuj të temave që kanë pikërisht këtë impakt strategjik. Vini re, këto nuk janë aktivitete njëditore. Të punosh me zhvillimin profesional të stafit, të forcosh lidhjet me familjet, të përmirësosh zbatimin e kurrikulës, këto janë ndërhyrje që ndryshojnë vetë mënyrën se si funksionon institucioni, këto në ngjurmë. Dhe kështu, në fund të ditës, gjithçka përmblidhet në këtë pyetje. Projekti i ardhshëm që do të zgjedhim, a do të jetë thjesht një detyrë tjetër për t'u shënuar si e kryer, një detyrë administrative, apo do të jetë një mundësi për të ndërtuar diçka të qëndrueshme, një trashëgimi të vërtet menaxheriale? Zgjedhja në fundit është në dorën tonë.